Java që kaloi ishte një javë jashtëzakonisht të rëndësishme për këtë front. Në një sintoni të plot, përfaqësuesit e Partisë Demokratike në Komisionin e Stabilizimit Asociimit, në Komitetin e Stabilizimit në Parlamentin Evropian, nën kryetarët e Partisë Demokratike, Oert Bylykbashi, Agron Gjekmarkaj, kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, kryetaria Komisionit për Integrimin zonja Jorida Tabaku, kryetaria Komisionit Kulturës Ina Zhupa, deputeti Koreshi, paraqitën në aulën e tempullit të demokracisë të vërtetën e zgjedhjeve të cilat edhe njëherë, siç i theksoi miku i ushqyur gjerman, ishin si zgjedhje në Zimbabwe 30 vite më parë. Mendoj se përfaqësuesit e Partisë Demokratike, dhe më falni edhe zonja Zheni Gjergji, antare këtij delegacioni, me fjalët e tyre, me argumentat që paraqitën, dëshmuan se Edi Rama është një armik i vërtet i lirive dhe të drejtave themelore të shqiptarëve, është një armik i rrezikshëm i vlerave themelore të individit dhe shoqërisë së lirë, vlera të cilat bashkojnë kombet e lira europiane. Sot, betejë vazhdon po në Strasburg, por kësaj radhe vazhdon në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, sesionin e saj. Duhet theksoj se si Parlamenti Europian, ashtu dhe Këshilli i Europës, patën si vëzhgues në këto zgjedhje delegacionet më të mëdha që ato kanë dërguar ndonjëherë në Shqipëri. Sot, në Këshillin e Europës, do paraqitet nga kryetari i grupit, kryetari i delegacionit të Këshillit të Europës që zhvilloi zgjedhjet, raporti i parlamentarëve europian antarë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Zoti Simone Bili. Ky raport është diskutuar sot në grupet parlamentare dhe do të diskutohet në seancën plenare të kësaj asambleje për të marrë formën përfundimtare. Zonja Albana Vokshi e pranishme në grupin parlamentar të Partisë Popullore paraqiti që në mëngjes një video shokuese për audiencën, e cila tregoi se pse zgjedhjet
në Shqipëri ishin një fars e tipit të Zimbabweve të 30 viteve më parë. Edhe njëre them, pamjet e paraqitura në Tempullin, në grupin parlamentar të Partisë Popullore, në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës, ishin shokuese për audiencën. Tani zhvillohet debati në cilat zgjedhjet janë, thash dhe njëherë, zgjedhje që s'kan të bëjnë me standardet europiane, si që konstaton vetë delegacioni dhe rjeshton aty një listë të gjerë problemesh themelore, manipulimesh, mashtrimesh, blerje vote, por komentet dëshoj t'i bëj pasi raportit të miratohet në Asamblenë Parlamentare.